gjykata edhe këtë fund procesit, pasi që përfundon me gjithë dëshmitarët pranojnë marrë të provat nga 3 institucionet në fakt kriminale, të cilat me aktivitetin e tyre kriminal kanë bashku bashkësinë ndërkombëtare, kanë bërë bashkë në formatin NATO edhe kanë ndërhyrë do të thotë me parandalu aktivitetin e tyre. Bëhet fjalë për prova që i kanë marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, të cilën e ka udhëheq Sreten Lukić, pastaj sigurimi shtetëror i Serbisë në atë kohë që ka udhëheq Jovica Stanišić. E pastaj ka qenë kjo komanda për Kosovë dhe Metohi, komanda ushtarake për Kosovë dhe Metohi, të cilët kanë kryer gjenocid në vendin tonë. Të 3 institucione, krerët e këtyre 3 institucione me veprimtarinë e tyre që thash më herët, që kanë kryer krime në Bosnjë, në Kroaci, po ashtu edhe në Kosovë, janë dënuar me nga mbi 20 vite. Do të thotë kemi këtu Sreten Lukić është dënuar me mbi rreth 15 vite diku nëse të gaboj. Jo, Sreten Lukić është dënuar 22 vite. Pastaj e ki Jovica Stanišić është i dënuar diku me mbi 15 vite. Pastaj plot komandant të kësaj komandës ushtarake për Kosovë dhe Metohi janë dënuar, janë gjykuar, janë dënuar, po në një gjykatë tjetër që Serbia pa të kriju vet atje, këndse për kriminalet e luftës pas një presioni ndërkombëtar që ndodhi në atë kohë. Tashti, pyetja shtrohet se a mos po legjitimojnë bashkia ndërkombëtare këto 3 institucione të cilat me veprimtarinë e tyre kanë kryer gjenocid ndaj këtyre popujve që kanë jetuar në Ish Jugosllavi në atë kohë, e kjo do të thotë në neve na lënë një pikpyetje shumë madhe, për shkak se kjo NATO është ajo që i ka sulmuar pra këto institucione në atë kohë, i ka parandaluar në aktivitetin e tyre kriminal ndaj popullatës shqiptare, kroate, bosnjake edhe të tjerë. Dhe tani i merr ato dokumentacion nga këto 3 organe shtetërore serbe, i merr si mirëqenia apo i pranon si prova e kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës, kundër popullit të Kosovës. Prandaj kjo ka qenë njëra prej goditjeve më të mëdha që kemi marrë edhe si shqiptar, po edhe bashkëftarët tonë që kanë qenë që po gjykojnë atje padrejtisht. Kjo ka qenë tepër pranueshme për ne dhe mendojmë që kjo gjykatë është vepron politikisht do